Olta Gixhari ka arritur të trondit rrjetet sociale me imazhet e saj të fundit, duke provokuar një valë reagimesh nga ndjekësit e saj. Me një trup të tonifikuar dhe një stil të veçantë, ajo tregon se edhe pas 2 lindjeve, mund të ruaj një pamje të mahnitshme. Poza e saj e fundit është një dëshmi e përkushtimit të saj ndaj fitnessit dhe stilit të jetës së shëndetshëm. Fotot e saj provokuese, që shfaqin beli e saj të hollë dhe të pasmet e tonifikuara, kanë marrë vëmendjen e publikut, duke u komentuar gjerësisht në rrjetet sociale. Kjo ka nxitur një debat të gjallë mbi standardet e bukurisë dhe pritshmëritë ndaj nënave moderne. Vëmendja e madhe që Olta ka marrë është një reflektim i ndikimit të saj në kulturën e sotme, ku shumë gra ndihen të frymëzuara nga ajo. Ajo ka arritur të krijojë një imazh të fortë, duke sfiduar stereotipet dhe duke treguar se nënat mund të jenë gjithashtu ikona të stilit. Me çdo postim, ajo jo vetëm që ndan momente nga jeta e saj, por gjithashtu inkurajon gratë të ndihen të fuqishme dhe të besojnë në veten e tyre. Kjo është një mesazh i rëndësishëm në një kohë kur shumë gra përballen me presionin e shoqërisë për të përmbushur pritshmëritë e caktuara. Me postimet e saj, Olta Gixhari vazhdon të jetë një frymëzim për shumë gra, duke u treguar se është e mundur të jesh nën dhe një figurë e njohur në të njëjtën kohë. Ajo është një shembull i shkëlqyer i forcës dhe qëndresës që çdo grua mund të arrijë. Si përfundim, Olta ka arritur të krijojë një identitet të fortë në rrjetet sociale, duke provokuar diskutime dhe duke frymëzuar shumë. Ajo është një simbol i bukurisë moderne dhe një nënë që tregon se gjithçka është e mundur me përkushtim dhe pasion.